الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث لفديت falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhalla xhelalu. Ata falenderojmë për këtë falë dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave javore të ditëve të hëna, ku jemi me komentin dhe shpjegimin apo thuaj edhe të jetuarit me disa prej ajeteve të Zotit te bareke ve teala. Jemi në surën Ali Imran, e cila sura është surja më e gjatë pas surës Al-Baqara, e zbritur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 9 të Hijrit, me dallimin e disa prej ajeteve, nga se lufta e Uhudit ka qenë në vitin e 3 të Hijretit në muajin Shawwal. Kjo sura ka 200 ajete, ne kemi kaluar pjesën më të madhe të kësaj sureje dhe këtu vëllezër do ta kujtojmë edhe një herë apo përkujtojmë varësisht nga më e sakta në gjuhën shqipe se këto detale dhe këto hollësira të cilat i marrim nga ajetet ajet pas ajeti, ne kemi vendosur që ta bëjmë këtë vetëm në surën Al-Baqara edhe surën Ali Imran, nga se këto dy sure, që thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dhe të tjerë nga dietarët e muslimanëve, se këto dy sure janë baza e sureve, baza e shariatit, baza e ligjeve islame, baza e fiqhut. Edhe nëse këto dy sure besimtari kupton mirë edhe i percepton mirë edhe jetëson ato, atëherë vetëm se pjesa tjetër e Kur'anit do të jetë shumë e lehtë për ta kuptuar. Andaj këto detale që i marrim në këtë sure janë për këto dy sure, Al-Baqara edhe Ali Imran. Pastaj me izin Allahu subhanahu wa taala në ajetet e radhës, në surët e radhës duhet apo mund të ecim edhe pak më me shpejtësi më të madhe, për shkak se vetëm se janë kuptuar bazat e fesë. Ne jemi në surën Ali Imran, kush është duke përcjell me mushaf apo me telefon apo me çfarëdo që e përcjell, ngelëm tek ajeti 139. Pra sot do ta marrim ajetin 139 nga kjo sure. Për ta kap surën, ajeti 120 ajeti 121, 60 ajete, pite ajeti 121 është krejt rrëfim për çka ka ndodhur në luftën e Uhudit. Allahu subhanahu wa taala i ka sprovuar muslimanët në luftën e Uhudit që ta humbin luftën kaderikisht. Dhe ka ndodhur një varg ngjarjesh të cilat i përmendëm në mënyrë të përgjithshme dhe kemi përmendur në sira edhe më detale. Ndërkohë që detalet janë shumë të imta. Allahu subhanahu wa taala nga kjo ngjarje ka zbrit ajete, udhëzime, kritika, vlerësime, rregulla hyjnore, rregulla universale, të cilat duhet besimtarit t'i merr. Nga se nuk ka diçka në jetën e besimtarëve vetëm se është mësimdhënëse. Çka do që ti përjeton në jetë, nëse kishe mujt me nxjerr një mësim. Andaj Allahu subhanahu wa taala në këtë sure e ka komentuar dhe e ka udhëzuar dhe e ka drejtuar brezin e parë të muslimanëve, dhe një herë asvë edhe krejt brezët që do të vinë të ta lexojnë këtë ngjarje, normal që ka beteja edhe ka ngjarje sa të kanë ndodhur të ngjashme në jetën e muslimanit, të cilat kanë mundësi me zënë një vend të përshtatshëm në këto ajete. Në ligjëratën e fundit përmendëm se Allahu subhanahu wa taala besimtarëve para se me uaqel derën e kritikës u ka vendosur çfarë? U ka vendosur disa ajete për mos t'i rrëzu ato. Dhe kjo është vëzë metoda kuranore, ku e përgadit ati cili ka gabue me çfarë? Që t'i jep një lloj motivi dhe t'a bën klimën e përshtatshme, që edhe nëse ka me të kritiku, kritika ka me qenë për çfarë? Që të bësh më i mirë, jo për të rrëzue. Kurani Allahu xhelle xhelalu, asnjë ajet nuk është ajet i cili mund me thonë, si e lexova këtë ajet, dyqish mu kupton kam s'po muj muque. Jo, ka mundsi mundi i mërzitshëm, ka mundsi mundi i dëshpërum në kuptimin se se ke kuptue. Mirë po s'ka ajet që nxit ti me dezertu, ajet i cili nxit për shembull ti me thonë s'ka mbaroj për mua, s'ka kapitull mbaroj për mua, derisa ti frymon s'ka mbaru kur gjë. Mund vazhdohet, mund përmirësohet, mund pendohet, mund bësh më i mirë.
e kështu me radhë. Andaj Allahu xhelalu në ajetin 133 çfarë thot? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kur e ka zbrit te vargu i ajeteve për kritik, te vargu i 60 ajetit për kritik, Allah thot vraponi, nxitoni me zan maghfiretin e Allahu subhanahu wa taala. Tani vëzër i lexojmë këtë ajet 133 deri tek ajeti 138, përfunduam në ligjëratën e kaluar. Tani do të vazhdojmë me lenin Allahu subhanahu wa taala për ajetin 139 nga surja Ali Imran. Thot Allahu subhanahu wa taala në vazhdimin e surës: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluhu. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين." صدق الله العظيم. Të vërtetën e ka thënë Zoti jon te bareke ve teala. Të ndëruar vëzër, çfarë ka në këto 3 ajete? 139 edhe 140, 2 ajete. Nëse na plotëson koha do vazhdojmë edhe me ajetet e radhës. Përmendu ligjëratën e kaluar të fjalë Allahu subhanahu wa taala: "Qad khalat min qablikum sunan." Para juve kanë kaluar norma, ligje universale që i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Për ta kuptuar këtë vëzër, duhet të vazhdojmë, do të kthehemi te lufta e Bedrit. Lufta e Bedrit është lufta e parë në Islam. Në vitin e 2 të Hijretit, në Ramazan, i ka ndihmuar Allahu subhanahu wa taala besimtarët me 300 diçka besimtar përballë 1000 paganëve. 70 i kanë mbyt, 70 i kanë zonë rob. Dhe më e madhe se këtë kjo cila kanë ra moralisht paganët. Dhe rania moralisht vëzër është domon humbja më e madhe që mund të ndodh. Domethënë, jo rastësisht do ta shohim se Allahu xhallahu thotë: "Wala tahinu wala tahzanu." Az mos u dobësoni fizikisht, wahn është da'f jasadi, është trupi kur dobësohet. Wala tahzanu është mos bjerë me mërzi. Në luftën e Bedrit nuk ka mund të paramendohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si njeri i cili ka ik nga veni vet, ka ik si njeri i dopt, ka ik si njeri i cili s'ka pas takat. A mund të paramendoni s'ka mujt me nejt në shpit vet? Paramendoni njeri sa i dopt mundet mu kanë, së në rrinë shpit vet, së në rrinë vendin e vet, du të me ik për venit. Tash ky njeri sa paramendu e pakta tek arabët, po ki ka ik. Pra momentin e parë që ka ballafaqojmë me këta shpartallojmë. Dhe kështu ka qenë ideja e paganëve, që sa të zatetmi do t'i shpartallojmë, sa të mas parë janë vend huj, a nuk e din atë vend. Dhe ai vend ka qenë i popullum me jehudi. Ai vend ka qenë i bëm gati për t'ia dhënë kurorën e mbretërisë së Medinës kujna Ibn Selulit. Dhe këtë turbulencë duke i pas parasysh, paganët nuk e kanë paramendu se një ballafaqim me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të jetë me epilog se na humbëm luftën. S'ka mundësi. Jo rastësisht 2 vjet janë bë pastaj. Në fakt 1 vjet të plota, çdo ditë çka ka fal Zoti, ata kanë menduar çish më kthie. E pakta ta balancojmë pak autoritetin se na shkoi autoriteti. Andaj në luftën e Bedrit Allahu subhanahu wa taala i ndihmon besimtarët. Wala qad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adilla. Allah ju ka ndihmuar në Bedr ju duke qenë adilla. Dhe përmendëm se adilla dietar shka thon adedukum qalil, numri juve ka qenë pak. Mirë, po shpreha adilla tregon ti edhe për ndjenjën i dopt jam. S'ka mundësi, kanë dal pa armë të luftës. Me armë mbrojtëse sa për me ta ka bërcije rrezikun e rrugës. Megjithatë Allahu subhanahu wa taala i ka bërë besimtarët që ta fitojnë luftën e Bedrit. Vini re tani vëllezër. Për shkak se besimtarët e fitojnë këtë luftë, luftën e Bedrit. Dhe normal se kjo fitore vjen nga imani, nga Islami, në krye me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë krijohet një klim se muslimanët s'mundën me hub. Jo rastësisht edhe i gjejmë se hadithin që e përmendëm në disa prej tefsireve, se kanë ardhur disa të ri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: "Ja Rasulullah, dalmi jashtë Medinës, të kallzojmë më shumë forcë. Sepse ne nuk patëm mundësi me kallzu veten në Bedër, se Bedri ka ardhur si rezultat i lufta ka ardhur, domethënë pa një plan.
Nuk ka ardhur me plan, Uhudi u bë me plan. Kanë kallxue, se kena me ardh. Dhe këto kanë kallxuar që kemi u prit. Po kanë e caktuar, dalmi, luftojmë. Veç dallimi u ka se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka arrim Medina, dalmi jashtë Medinës në Uhud, dikun 5-6 kilometra, 7 kilometra larg xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, pse vin kështu me këtë zell, përveç trimërisë, edhe përveç tabiatit që kanë pas, ata kanë thënë, ju e keni fituar në Bedër, tash jena më shumë. E fitojmë 100% e fitojmë luftën. Andaj krijohet gjendja dhe klima se këta nuk humbin. Edhe ndodh me humb. Mi isprovu Allahu subhanahu wa taala. Isprovon muslimanat që ta humbin luftën. Çka ndodh vëzër? E humbin luftën, fillim sabah apo pjesën e parë të ditës e fitojnë luftën, pastaj duke vrapu pas pasurisë, 50 shigjetar e lishojnë vendin e shigjetave, edhe pastaj edhe humbët lufta. Në atë luftë kanë qenë gati me vra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mirë Allahu subhanahu wa taala e ka shpëtuar. Tani, në këtë luftë zbresin ajete. Natyrisht çka ka ndodhur vëzër? 70 sahabe kanë ndruar jetë. 70 sahabe kanë ndruar jetë. Sa kanë ndruar në Bedër? Tim paganëve 70. Mirë po, një dallim. 70 i kanë vrarë musliman, 70 i kanë vrarë në Bedër pagan. Mirë po, Allahu xhelala i ngrit besimtarët njerë me moral. Thot, wala tehinu, wala tahzanu. Jo mu dopsu fizikisht, edhe jo mu dopsu e moralisht. Ruajtja e moralit, ruajtja e klimës shpirtërore, se ti ende je ngadhnimtar, edhe nëse të kanë myt apo të kanë shpartalluar fizikisht, ende je fitues, do ta shohim. Se Allah thot, in kuntum mu'minin wa muslimanin, ju jeni besimtar, ata janë pagan, ata janë mushrik, ata janë njerëz pa fe, ata s'kan Zot, s'kan pejgamber, s'kan Kur'an, s'kan kible. Këto kur ti më parasysh, antumul a'laun, ju jeni më të lartë se ato. Këtë kjo është për çfarë? Për të harruar gjendjen e klimës shpirtërore. Qase klima, atmosfera, ndjenja shpirtërore, kur janë të larta, nuk është më rëndësi për shembull pastaj çka ndodh në fush. Andaj Allahu xhela kur e komenton gjendjen e sahabive, disa prej tyre kanë rënë moralisht. Disa i kanë gjujt shpatat. Kur u ka përhap lajme se ka vdek Muhamedi alayhi salatu wassalam, i kanë gjujt shpatat. S'kam luftoj më. E njëri vëzë do pso, njëri është njëri. Dhe Kur'ani vëzë kemi përmend gjithmonë. Kur'ani nuk është teori. Dhe gabojnë shumë njerëz kur e marrin Kur'anin vetëm për teori. Sot për shembull vëzë Kur'ani i bën një varg shintrish, një varg ceremonish. Mirë pa ajo më amla nuk i mirë. Cila ajo vëzër të jetumit me ta. Kjo vëzër nuk wala tahinu wala tahzanu. Sot çka u amërmendja si besimtar? Kush e kish përjetuar që këta jetë mas mirëti? Na e lexojmë, mundohemi me mor syrete se në ditë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke u vrasë, se ne kanë vrarë, kanë hub 70 sahabi, e kështu me radhë, edhe zbet ajeti wala tahinu, mos u dobsoni, wala tahzanu, mos u mërzitni, wa antumul a'laun, ju jeni më të lartit. Ti e përjeton sa e përjeton, pa di kush e përjeton mas mirëti. Ata vëllezër musliman nga Gaza. Ai kur lexon këtë ajet, ai tamam e përjeton. Pse vëllezër? Sa ai që 2 vjeta e ka u babën, e ka u nanën, e ka u evladën, e ka u dikush familjen komplet. Ju sot për shembull këtë na për shtëpia shumicat e muslimanëve alhamdulillah, po me përjashtime nxat e keni të shtëpia. Ata kanë ftoft. Inshallah Zoti ju ndihmon. Ai fal ftoft vëllezër. Ti na ftoft e kena me këto aparatura, me këto teknika, ftoft apo. Nxat shtëpi, nxat kerr, nxat çajtorë, nxat aty, nxat këtu. Ata rrin në shator vëllezër. Shator e fal ftoft jo. Me fëmijë. Dhe dihet se nevoja e fëmijëve për progresi është shumë e madhe. Andaj ajeti vëllezër, vini re. Ajeti përjetohet kur ti je duke jetu me rrethanat të cilat ka zbrit Kur'ani. Shumica sot njerëz vëllezër, pse nuk e përjetojnë Kur'anin? Pse nuk e përjetojnë? Se s'është protagonist. Ti s'bën pjesë këtu. Ti s'je pjesë e kësaj. A kupton vëllezër? Sot për shembull, elhamdulillah kemi hafızllëk, kemi shtohet numri hafëzave dhe inshallah shtohet edhe më tepër. Por a është kjo vëllezër? Jo. Hasan al-Basri rahimullah ka thënë, Allahu e ka zbrit Kur'anin për të punuar me ta. E njerëzit e llogarisin leximin punë. Kjo nuk ka vëllezër për më nënçmu leximi është shumë e rëndësishme, nga zate nuk shkohet te puna pa lexuar.
Apo mirë po, këtu çfarë është për qëllim? Hasan al-Basri do më thonë, shiko, mos e merr qëllimin kryesor me e bë e periferin me e bë qëllim kryesor, nuk ka rregull kështu. Nuk mundet për shembull zani është shumë e rëndësishme për ta kuptuar Kur'anin. Apo, për shembull, zonat e bukur janë shumë e rëndësishme kur lexohet që na e dëgjojmë zanin e bukur, edhe ti nëpërveç atij zani e përjeton edhe më shumë Kur'anin. Mirë po, që e përjetove tash, përjetimi zani o për qëllim që të punojsh. A me punue. Nëse ti për shembull, përjetimi është fundi i arritjes, andaj ti për shembull nuk të vjen interesant Kur'ani. Apo, për shembull, merr kështu vëllazër. Thotë Allahu në surën Al-Baqara, kemi kalu këta. Wa idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kur i godet musliman një musibet, vdekja, si për shembull, ata thon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ti kur lexon këtë ajet në rregull, e kupton, ama kur të vdesë një familjar, edhe ti thu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, përjetimi është shumë më i thellë. U vdes njëri. Kur të vdesë njëri, ti lexon këtë ajet, ja përjetimi ka ndryshe. Ti duket sikur kjo ajet ka zbrit special për ty. Ta Allahut jemi dhe te ai kena mukthie. Ama tash momenti, andaj vëllazër, Kur'ani nuk është për ceremonia, nuk është për ceremonia, është për të madhruar në atë formë. Ama qëllimi i Kur'anit cili është vëllazër? Shumica sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë hafizllar. Ama a ka doni sahabi që s'ka punuar me Kur'an? A ka doni sahabi vëllazër që ka pas mundësi me thënë diçka? Ne kena Kur'anin. Ama për shembull kena edhe ligjin, kena traditën, apo i kena edhe baba shka do të shtëpia. Ja, s'ka mundësi kështu vëllazër. Çfarë dërsi ke besu Kur'anin? Çfarë besimi në Kur'an, për shembull thon, Kur'ani vëllazër nuk pranon ortak. Ç'kjo është cilësia e Kur'anit? Nuk mundesh ti me thon, "Qyre, ani mira, a ke bëu ti thon, mira me bahat me te hoxha, e me lexu Kur'an mira çfarë? Edhe mu fala mirë, jo be mirë. Kjo nuk ka mirë vëllazër. Kjo detyrë. A ke thënë shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammadar rasulullah? A mund të thon dikujt, ti për shembull, unë kam dëshmuar, kam volos me dorën time se ligji i vetëm i jemi atë që ki Kur'an dhe që ki hadith. E mësoni me thonë, po ani, s'ka problem. Vetëm unia dheja, kur ti e lidh fjalin me dhe, pastaj ose edhe, këtu ka defekt vëllazër. Andaj Kur'ani vëllazër ka zbrit për tu punu me ta. E pastaj deri te puna vjen duke lexu, duke mësu, duke ngue. Nuk ka njësoj se ai i cili e di tefsirin se nuk e di. Normal se në njëri për shembull lexon çka ajet wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin. Edhe nuk e di se ka zbrit në Hud. Normal se nuk e kupton sigurisht çka e di se për çka ka zbrit. Mirë po, thelbeve cili o vëllazër të punuarit me Kur'an. Ti të punosh me Kur'an. Jo më shtu informacionet, por ti zbatosh ato. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin. Thot Tahir Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala në librin e tij At-Tahrir wa At-Tanwir thot në komentin e këtij ajeti, thot wala tahinu, thot wala tahzanu nahyun lil muslimin an asbab al-fashal wal wahn. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala indalon besimtarët muslimanët që mos të marrin sebepet e dobësisë dhe dështimit. Kur vëzër në luftën e humbur, Allahu thot mos dështoni, mos humbni, larg sebeveve të humbjes. Dikush thot, po ka humb, ani. Tash do ta shohim se kanë fituar me një formë tjetër. Te bëjmë një paralele të shpejtë, çka kanë bërë këto dietar, po shkurtimisht. Lufta e Bedrit e kemi dhe luftën e Uhudit. Lufta e Bedrit e fitojnë musliman, luftën e Uhudit e humbin. Vini re, i kemi në Bedr 70 pagan të mytëm, i kemi në Uhud 70 musliman të mytëm. Tu deri këtu janë barabar. Apo, e dyta, 70 rob i kanë zonë muslimanët prej paganëve, këtu s'ka rob, 1+. Kuptoni? Janë 1+. E dyta, ku e kanë fitue luftën Bedrlit paganët? Ku e kanë fitue? E kanë fitue me thonë pak nga ana e vetë. Apo? Ma nga ana e vetë. Nga ana tjetër janë lodhë dërsa kanë ardhë Medine për të fitue. Apo? Pra me një farforme, në disa gjëra barazohen, e në disa gjëra nuk barazohen. Andaj, sa i përket vendeve janë barabar, sa i përket mbyturme janë barabar. Ku ju ka thënë Allahu ju jeni më të lartë? Janë disa gjëra. E para, kanë zonë rob pagan muslimanët. 1, 2. Kur kanë humb
paganët plaçka e luftës ju ka met muslimanëve. Te lufta e Uhudit s'ka plaçk. Besh janë vrarë njerëz dhe ato kanë hec. Kaç. Pra kemi dy, e kemi robrien, 70 rob, 2 kanë marrë plaçk musliman. Treta, cila është? Se muslimanët në luftën e Bedrit, ju kallëzojnë paganëve se ne tash jemi të organizuar. Jemi autoritet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk u kanë veç pejgamber. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u kanë referencë ligjore. A e kupton? Referencë ligjore. Poja ati e ka kry këtë mund, qashtu që shtoja edhe pik, mu që ketë Medinasit, ose ketë kush doje zdrohet ajo, e që e kry ma. Pra, kanë shtringa autoritet. Jo rasisht paganët kanë thonë, neve në kanë autoritetit, du të akthejmë autoritetin. Andaj me një farforme e kanë këthy pak. E tani vëzër, duke i matë të mirat dhe të këqijat, e që janë sunen, ka të khalet min kablikum sunenun, kjo ligjë, s'ka mundësi në luft me thonë, po që me hinë nuj mësë mu lakë, me hinë luft mësë mu vra, po s'ka mundësi është. Andaj Allahu që i tha, kjo ligjë, kjo s'ka mundësi mundruhe. Mirë po, qëfar? Wala të hinu, wala të hzenu. Ama ato nuk kanë Kur'an. Ato nuk kanë një Zot i cili kujdeset me uzbit Kur'anin atyre, me uzbit ajetit atyre. Ato dash mi thonë grave, knoni be pak të ma i be moralin. Sikur që plot me njerëz thotë, "O këno pak se shkova krejt komplet." Thuma në laftë mirë. Ne kemi Kur'an dhe vëzër. Allahu që ka zbrit Kur'an, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Ti një njeri me thonë, "Hajde se vazhdon, hajde se s'ke hub, gjithaj moral të vjen." Një vlla musliman, një familjar, nana, baba, vllai, dikush me thonë, "Hajde se bëhet, vazhdohet, të vjen morali." Para më në vëzër këtyn dhe Zoti ju ka thonë, "Wala tahinu." Mos u dobësoni, "Wala tahzanu." As mos u mërzitni, ju jeni më të naltit. Kush ju ka thonë? Rabbul Alamin. Zoti i botrave, ju jeni më të naltit. Wa in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Thot Tahir ibn Ashuri, thot sa i përket wahnit wala tahinu, është për qëllim dobësia fizike. Dobësia fizike. Dhe këtu vëzër kemi një mësim shumë rëndësi, se muslimani duhet me kanë i shëndetshëm fizikisht. Jo bodybuilder. Njerëz që i gabojmë konceptet dhe nocionet. Ai bodybuilder, man sabas del. Domodin është zaif që sta mërmenja. Apo, trupin e ka mashallah te barakallah. Mirë po vëzër, Allahu gjë kur i ka përshkruajtur munafikën në Kur'an, ç'i ka përshkruajtur, e dini? Ka annahum khushubun musannada. Khushubun musannada. Si trunga, si plepa trenit. Apo, i fol, hajde sabah, ezani thiri, trung. Andaj Allahu nuk do të trunga, ama dhe nuk do të liksht. Apo, s'moj, kam dora, besimtarë vëzër të më kanë i vital, të më kanë i gjallë, me pas shëndet, dhe me i marë se vepët e shëndetit. Shiko vëzër Muhammed a.s. Njëri cili Allahu gjeloj ka garantu e për 7 palqijeve, ama i ka morë se vepët. Lezone Zadul Ma'ad për shëndetin e pengamberit a.s. Vëllimin e 4. Se si pengamberit s'ka lanë sen që i ban dobi shnetit të tivet se e ka marë. S'ka diçka që Allah e ka mësue, qovë në Kur'an, qovë për shemull pejgamberi alayhis salam vëzër e ka përdor hijamën. Hijami vëzër nuk e kanë shpik arabët. Hijami shumë vite më arët. Mirë për e ka po që e dobishme. Ka thonë është e dobishme, përdore. Andaj, wala tahinu është mos u dobësoni fizikisht. Muslimat më kanë i gjallë. Apo, kjo kur thuhet i gjallë, i shëndetshëm, duhet ta çmon shëndetin, duhet t'i merr sebepet për shëndet. Çfarë? Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nxit muslimanët që ruajnë trupat e tyre. I ka nxit muslimanët që ruajnë trupat e tyre. Kjo është çështje tjetër. Wala tahinu për ruajtjen e fizikut. E çka është vëzër? Wala tahzanu, e mos u mërzitni. Mos u mërzitni vëzër është çfarë? Është gjendje shpirtërore. Thot Tahir ibn Ashur, sa i përket huzn, wala tahzanu, fa huwa shiddatu al-asaf al-balighatu hadd al-ka'abati wal-inkisar. Thot huzni është shprehje e cila tregon për një gjendje mërzie dhe keqardhje, e cila mrin skajin, shumë mërzi, shumë pikëllim, derisa e thyn njeriu. Keni pa njeriu vëzër kur mërzitet shumë, njerëz thonë s'kam disponim. Çfarë i bë kjo? Çka i bë kjo? Kur s'ki disponim vëzër, as nuk të ha buka. Apo as nuk të pijet ujë. E me të pruhet ushqimi më të mirë, nëse s'ki disponim, po më mirë kanë apo s'pedohet. Disponimi është shumë e rëndësishme vëzër.
Disponimi është shumë e rëndësi, sepse pi disponimit varet të ja kupton ajo. Ka qenë dietari muslimanëve, ja u ka shpjeguar disa prej meseleve, disa prej nxënësave. Edhe e sheh se njëri prej tyre nuk ka i koncentruar. Edhe nuk ka të kuptuar. Edhe i thot: "A kuptove?" Thot: "Po kuptova." Thot: "Jo, nuk kuptove, mos rrej." Thot: "Çish pe dëgjoj se s'kuptova?" Ka thonë: "Sa ai që ka kupton gëzohet, ti nuk u gëzove." Nuk mundë të vëzër. Imam Shatibi rahimahullah kur flet për ilmin thot: "Ai i cili mëson një gjë të re, një ilm të ri, një format të re e merr, edhe e percepton ata, e kap ata, s'mundet mos me reague. Ai ja ka me buzëqesh, ja ka me keq, ja me thon sipas na dit. Apo, andaj vëzër, nuk ka mundësi që njeriu me kuptue e pastaj mos me ndiku bi kësajna. E tani e kundërta. Nëse njeriu ka mërzi, ka pikëllim, apo nuk a e ke pa vëzër njeri i mërzitshëm. Ti me dal me pi kafe me një njeri të mërzitshëm, e ti të mërzit. Çe i thua? O do po shtria, le mërzin të shtëpi, o ja, ke ardhur me kajta. Pse ti i thu kështu? Pse të vjen kështu më i thon? Po shashti kjo mërzia jote atë ndikua te unë, jetu mshtim mund ndikua edhe unë. Apo, andaj Allahu që thot: "Wala tahinu fizikisht, mos u dobësoni fizikisht, wala tahzanu shpirtërisht, wa antumul a'launa." Thot Tahir ibn Ashuri rahimahullahu taala. Thot, sa i përket mërzijës, kjo është gjendje e cila krijohet nga besimi i dështimit dhe shpërtallimit. Si rezultat i kësajna vjen çfarë? Dorëzimi dhe mos rezistenca. Kur njeriu i mërzitshëm, mërzia pika i vjen vëllazër. Mërzia ka një sebeb. Cili është sebebi? Bindja, besimi se dështove. Dhe kjo mërzi me këtë bindje të dështimit çon me thonë diçka. Leje këtë punë. E tani vini revizor këtë olsi, thot: "Andaj Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet kur i ndalon muslimanët nga mërzia, në realitet i ndalon nga sebebi i mërzijës. Sepse njeriu nuk e ka ndorë mërzijën, po nuk mund është me ndalu dikan për diçka që ka se ka ndorë. A mund që vi tha? Për shembull, ta kuptojnë. Për shembull, kur ti nin aromë të keqe, kalon pranë mbeturina dhe ka aromë të keqe, edhe ti me automatizëm i mshel hunë, ban diçka. Se ajo aroma e keqe, kur ti një, kur ta no atësh, ti të shti me reflektu me thonë, shumë beduroj të largona. Kur thoje, për shembull me thanë që atë moment dikush, mos u gërdit be, mos u gërdit, çka i thu? Po muj mos më gërdit se natyrë shumë gërdit në piksajna. Atëherë, kur thoje dikush mos u gërdit, çka e ka për qëllim? Sepse në bazë nuk thuhet mos u gërdit kur du të më gërdit. Apo, për shembull, nëse del një tigër për para, ne jemi folë për frikën e tabiatit edhe frikën prej Allahu xhelel xhelalu, për mëmë të frika. Njeriu a dënohet vëzër nëse ka frikë tabiatit? Që më ka dikush thot, tut na piçanëve. Kemi thonë ki frikë Allahut vëlla. Jo, gabimo. Gabimo. Kuptoje, gabimo nuk thuhet ki frikë Allahut. S'ka lidhje kjo. Po shumë arushën përpara e ki frikë Allahut dhe hiç mos u tut. Jo, vëlla mos u tut këtu. Zhdukët. E tani vëzër, më thon dikush kështu. Ri para arushës, ri para tigrit, ri para luanit. Mos u tut. Nuk shkon kështu vëzër. Komplet tabiati nuk lexon. Çeliza thot, çka jam tu bova vëlla. Po s'muj marrë mos më tut. Në rregull vëzër. Tash dikush të thot, e më thon dikush mos u tut. Mos u tut. Atëra diçka tjetër ato më thon. Nëse me men, ato më thon diçka tjetër. Nëse pa men, sikur që ka plot, apo, po mos u tut pi tigri vëlla zoti ma tigër se ki. Kjo është kemi të bëjmë me gjendje psiko defekt. Ka njëri defekt. Mirë. Po nëse Allahu xhelel xhelal bën kësi urdhri, ata duhet me ulum këtu, andaj thot Tahir ibn Ashur. Në bazë, ndalimi pi mërzijës është ndalim për atë çka se ki ndor. Apo, andaj a mundesh me thonë të njërut heke mërzijën. Mirë, ku ta trusi? S'ka ku me trusë, vëllezër. Ku me trusë mërzijën? Nuk ka. Andaj kur thoje ndaloju pi një gjendje e cila nuk është ndorën tane, ato thonë hiki ati sebepit i cili të ka prunë që këtë gjendje. Andaj themi, nëse ti të ka thonë mos u gërdit, pra mos shko ka beturinat me më gërdit. Nëse do mos më tut pi arijut, mos shko të aj. Largatina, ata nuk gërditësh. Allahu që thotë, ola ta krabu zina, mos u afroni zinaes. Se ti kur afrohesh,
nuk ka më efekt ku të afrohet njerë me thonë, mos e pëlqej. Qysh mos e pëlqej? Tortën e ki përbara, ja ke afruar njerit, e ka ëmbëlsirën, edhe i thu për shembull, pe lakmon, po pe lakmon, sa e mirë koka. A e kupton vëllazër? Allahu ja nuk thot kështu. Atëherë çka është meselja? Thot Tahir ibn Ashur. Thot kjo nuk është ndalim pi murzies, por është ndalim pi sebepit. E çka është sebepi që e ka pru mërzien? Thot është bindja, besimi gabum. Andaj Allahu xhelal i thot muslimanëve, mos gaboni me besu se keni dështu, sepse si rezultat i këtij besimi të gabuar mërzitni. Andaj mos u mërzitni se në bazë duni me besu se s'keni dështu. A kuptove? Pra shpesh herë vëzën Kur'an, dhe kjo vëzër është se ky Kur'an ju ka zbrit arabëve dhe ata e kuptojnë. Andaj nuk është e mundur mu kuptu Kur'ani pa të zbërtije ulemat. Se për të gjithë, ajde që kuptan, mos u mërzit. A keni pa të na shpesh herë thojna, ajo shpreje normal, na shpreje i shkojnë atë dektit dhe i thojna mos u mërzit, Allah. A që të thoj, aj? Po jam të mërzit, Allah. Mos u mërzit që i kap dektit, dikush i du mos u mërzit. A o dikush tu kajt, mos kaj, aj prap kanë. Qish duhet dhe zër? Qish duhet me abo? Për shemë dhe zër, lege të cirat të mërë misire tjetër. E gjem një fukara të kajt, një prind të zojmë, s'ka të holla për fmit e vetë, mbirbajtin e tëre, edhe e gjenti të kajt, se s'ka mundësi. Cile është realiteti, tash kur do t'i me ndalu, më thonë, vlo më s'kajt, zban me kajt. Ja let lirë govantën atje dhe i s'ka në mu. Ja le 500 euro, a të shtash, s'un për stakis du kajt. Pa mundësia me për mi vesh edhe me i uqi e fmit e mi, unë e kajta. Pra Allah u që do të heke se bepin për të sinat u kajt, atër edhe a i s'kan, apo. Andaj shiko dhe zër, shpesha në Kur'an vjen, mos u mërzit, a është për qëllim, mos heke atë bindje në gabuar, sepse bindje e gabu me të ka ba, me u mërzit. Andaj thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, mos u mërzit. Thot Tahir ibn Ashuri, thot kjo është e njëri, ta sikur mi thonë dikujna, mos harro. Të më kërëtu dikujna ti, mos harro. Harresa andorën e njerit, harresa. Shiko dhe zër, për shkak se harresa nuk andorën e njerit, andaj edhe kur të harroje dikush nuk përgjigjet. A e ki qarë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilat arsye për burrat i ka pranu legjitime për mos me fal namazin? Për cilat arsye? 2 arsye i ka pranu. Gjumi edhe harresa. Pse harresa dhe zër? Se harresa është komplet sikur me ta i këmenën. Me shkutin në Çmendin, spitali Çmendve. Edhe mi thonë ati për shemull, ka thonë Zoti i Madh te bareke ve teala, ajtë këshirë, thot, a do me karrike me të gjujta, me qka? Po shkejtë më folve di mua, qka dush t'i thuja disa, i nuk percepton. I njëjtë dhe zër, kur thue, për shemull kur thue dikush, valla harrova. Qa i be harrova dhe zër? U ka fshi komplet. Komplet nuk ka prani se jam këtu. Andaj Yusha ibn Nun i ka thonë Musait alayhi salatu wassalam në udhimin që i ka thonë mos harro, me më kallëzu që i ka thonë harrova. A i ka thonë Musa ka dalë se ka dënim për këta, jo s'ka dënim për harresë. Andaj dhe zërë, mirë po tash, e kini po do 50 vetë ka arru më falë. Ja, kjo nuk ka harresë më Allah. Ti dhe një hayya ala salat, hayya ala falah e zani, dominat si danë, televizorin senal, edhe thot dikush Allah dush më falë. Kejtë pas në arru. Jo, s'ke arru, që dush më falë. A dush ka harresa. Komplet memoria u ka fshije. Komplet memoria. A ju ndodhë dhe zërë, mu quë njeri, e me thonë, qëfar dita më besot, komplet u ka fshi, po, ndodhë. A ju ka ndodhë ju e pinë sabat dërë në aksham, me jetu e, sigur më konë, e martë, a konë e hanë. A ju ka ndodhë në e ditë, pa e trunga kjo. Komplet, ka aksham i dikur, ju ka kujtu, a e hanë aso da. A unë këtë për të martë e kam jetu e. Në konë regull, e këshirë kalendarën e vetë dikan, ndreqësh, kjo është harresa. E mirë, nësi dhu dikujt mos harro, qka jeti thonë, ti nuk munësh me i thonë mos harro, saj në realitet se ka harresën ndorë. Se ka harresën ndorë. Po qka jeti thonë, meri se bepët që ta kujtojnë vazhdimisht, më shdvish dhe të harresa. A ki qarë? Ti i thu, për shembull, kujtoje vazhdimisht, kujtoje këtë punë vazhdimisht, që mos të të vjere puna me harruhe. Sepse harresa është jashtë njerëzore. Dhe zë kështu du të kapëtu Kur'ani. Sepse mundës tim për shembull me e kuptue, se për shembull kërtu dikujt, ej mos harro, na shpesh i thënë njerëzve, ej mos harro, e tash ai me harru ç'a i be?
S'ka përgjithësi vëllezër, se namazi bie e ku mo. Mirë po, për çka përgjigjet njeriu? Për çka përgjigjet vëllezër? Përgjigjet për sebepet. Përgjigjet për sebepet. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Thot Tahir ibn Ashur, fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, wa antumul a'launa. Çka i bie? Ju jeni më të lartit. Ju jeni më të lartit. Thot wa hadhihi bisharatun lahum bin nasri al mustaqbal. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala ju jep muslimanëve përgëzim, si ariq, mishde, se do të fitoni në të ardhmen. Do të fitoni në të ardhmen. Fal uluwu huna uluwu majaziyun wa huwa uluwu al manzila. Thot këtu është uluwi i alegorik. Apo ata që se pranojnë alegorik, ta quajmë gjendje shpirtërore. Sepse këtu luftën e kanë humb. Luftën e humb. Çish e thotë dikujt ki fitu ti, mos u dëshpro. Çka i bie këtu? Është duke i thënë se ju do të fitoni të ardhmen. Keni me fitu? S'ka përfundu dunjaja, do të vazhdoje. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kryer mesazhin e vet, ad-risala wa ad-amana, e ka thënë mesazhin e vet, e ka thënë amanetin vet dhe e ka përfundu dhe e ka kry atë që Allahu gjë e ka lip prej tina. Andaj Allahu gjë thot ju jeni më të lartë, lartësia është me juve. Lartësia është me juve. Thot Tahir ibn Ashur, thot, ndërsa fjala Allahu subhanahu wa ta'ala in kuntum mu'minin, si duhet kuptohet vëllezër? Nëse jeni besimtar, shpesh vjen në Kur'an nëse jeni besimtar. E tash ju diskutohet imani këtu besimtarëve musliman të shokëve pejgamberit? Jo. Thot Tahir ibn Ashur, për këtë arsye vëllezër e theksojmë dhe ritheksojmë dhe gjithmonë do ta theksojmë sa të jemi gjallë. Se Kur'ani duhet të nënshtrohet syzave dhe syve të atyre që e kuptojnë. Apo dhe këtu vëllezër shpesh përbohet manovrime dhe manipulime me njerëz. Njerëzit thonë unë vetë kuptoj Kur'anin. Thotë vetë kuptoj. S'm duhet as hoç, as dietar, vetë kuptoj. Apo mirë. Me pati një fëmijë 10 vjeçar. Apo edhe ka marr Kur'anin, edhe thot tyje që si ti dietar as hoç. Edhe ti I thua këshire, ti duhesh me mësu Kur'anin, apo edhe duhesh me vetë dikant që di më shumë, edhe me thonë jo. Ai fëmia 10 vjeçar thotë jo, unë vetë kuptoj Kur'anin. Çka I thotë? I rije. S'mund të kuptoj Kur'anin vetë, dhe një Kur'anin. Mirë vëllezër. Çka dallon mes një 10 vjeçarit edhe një 40 vjeçarit që kurse ka mësu Kur'anin? Çka dallon? Për shembull, vëllezër, njëri ka mundësi me qellu I verbor, ka mundësi me qellu shurdh, ka mundësi me qellu me mec. Çish mund me ndjek Kur'anin ai? Çish mund me ndjek Kur'anin? Është I verbor? Nuk sheh. Edhe vjen njëri I thotë, ki frikë Allahun vëlla, dush me ndjek Kur'anin, va dush me mësu ti këtë punë. Që të po nuk shoh vëlla. Nuk shoh unë. Edhe më kallzoi dikush të s'di unë. Apo, njëri është shurdh. Apo, edhe ti I thu për shembull, s'ka valla çka e ki musafin. Realisht kjo është ngarkesë që s'bëhet. Është ngarkesë nuk bëhet. Nuk kurkun dunja nuk mundet gjithçdo me u zbatue. Andaj vëllezër, shiko. Lexoje ti vetë ajetin, çka të vjen, thu, nëse jeni besimtar, që I bie se këto janë besimtar ose janë besimtar. Mirë, po çka thon dietar? Po jo nuk është çështë të thonë Allahu xhelalu ala. Thot Tahir ibn Ashur, thot fjala Allahu xhelalu. In kuntum mu'minin qusida bihi tahyiju ghayratihim ala al-iman. Fjala Zotit, nëse jeni besimtar, është për qëllim ndezja, flakrimi. Do Allahu xha do me ndezte mesi besimtarëve, xhelozien për imanin, pra. Ti ki iman, hep ala manal me iman. Ti ki e imanin, se ti realisht ku I ka zbit ki Kur'an. Muslimanëve, besimtarëve, ju e imanin e keni, po shtoni edhe ma tepër, ndezni edhe ma tepër, që të mrije deri në çfarë? Tua mrije gjenjëm ta djegni mërzien, mos keni mërzi. Thot Tahir ibn Ashur, idh qad alima Allahu annahum mu'minun. Allah e din se ata janë besimtarë, se atyre ka zbit Kur'anin. Walakinnahum lamma laha alayhim al-wahn wal-hazan min al-ghalaba kanu bimanzilati man da'afa yaqinuhu faqila lahum in alimtum min anfusikum al-iman. Thot Tahir ibn Ashur, mirë po, Allahu e din se ata janë besimtarë, por se nga lufta e Uhudit, kur u shfaq një lloj mërzie, një lloj dobësie fiziku, e kanë gjujt patën. S'luftoj ka thënë. S'm luftohet mos I ka ndrujet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, s'ka ndrujet, por ka qenë dezinformat. Thot, pasi që nga humbja
dhe fitoria e paganëve mbi ta, u shfaq një lloj mërzie dhe dobësie fizike te ta, ata kaluan në gjendjen e atij i cili ju kishte dobësuar bindja. Andaj i thot Allahu subhanahu wa taala, a keni iman në mesin në brendin e juve? Mu për këtë arsye, thot Tahir ibn Ashur, këtu nuk është për qëllim se bukfalish shartia, kushzimi. Nëse je musliman mos u mërzit. Jo, vëllazër. Nëse shiko vëllazër, nuk ka mundësi njeriu, nuk ka mundësi njeriu vëllazër me i largu emocionet pi vetvetes. A ka mundësi njeriu me i largu emocionet pi vetvetes? Me tha për shembull, mos kaj. A këtë punë janë për me kajt? Ja s'mune të vëllazër. Andaj kur ka ndru jetë, nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ka thënë ja Rasulullah, pse po kanë? Ti ke thënë mos me kajt, ka thënë jo, s'kam thënë mos me kajt, kam thënë mos me vajtue. Apo transmetime tjera është çudit se pse si pejgamber po kanë. Çka ka thënë alaihi salatu wassalam? Innal ayna la tadma, sini vet leton. Wa innal qalba la yahzan, zemra vet mërzitet. Ama unë gjuhën më me kontrollu, unë s'muj me kontrollu zemrën. Apo, dhe këtu vëzër shpesh herë njerëzit i keq kuptojnë dhe do të vim të ajetit special. Kush është me busaf dhe këpërcjellet ta përcjellet dhe ta hap surën e Nur. Që ta kuptojnë vëzër se emocionet janë pjesë e pandashme njerit. S'munësh me thonë njerit, o vëlla, mos u mërzit. O vëlla, ti s'duhesh me pas për këtë dashni. Qysh me s'duhesh me pas për këtë dashni? A e ka dash Muhamedi alayhis salam Abu Talibin? Abu Talibin, mizën e vet, qafir. Po e ka dash vëzër. E ka dash. E pse vindo ajete për shembull që thot zban me e dasht? Po duhet më kuptuar se na e keq kuptojnë se ti shkon e marr lexon shqip apo turq apo anglisht apo gjermanisht edhe e ban shkarravin aty. Ama kur të lexojsh në hijen e syzave të dietarëve ka se këtu këtë diçka tjetër kanë muhabeti. Hape surën Nur. Se kemi thënë Kurani me Kur'an shpjegohet më së miri. Hape surën Nur, surja 24 në Kur'an, mas surës El-Mu'minun. Allahu xhallahu i zbret disa prej ajeteve të cilat kanë bëjnë me penalti, dispozita ligjore për ndëshkimin e atyre të cilat bëjnë fahishe. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin e parë të surës An-Nur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Thot Allahu xhalla xhalla, sura të cilën kemi zbritur dhe e kemi obliguar dhe apo keni nda për juve. Dhe kemi zbrit në këtë surë ajete të qarta. Ndoshta ju do të kujtoni dhe do të mirë një mësim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Vini re vëzër, të kuptojmë. Thot Allahu subhanahu wa taala, zinaçarën edhe zinaçarin. Këtu nuk jemi tash këtë surë, inshallah na mundson Zoti me mbrihet të këtë surë. Kjo surë vëzër, o surja e moralit, e rregullave moralit, etik, për me mbrojt familjen. Ka nis me zinaçarën para zinaçarit. Për çfarë arsye? Se pa ja çel ludhën gruaja, s'ka zinaçar. A mundet mos me kanë razi gruaja, a mundet më po zinaja? Jo. Andaj Allahu ja tha ez-zaniyatu. Një herë kush këtu është për ndëshkim, vëzër. Fajlidu. Ndëshkoni me kangjik. Nisë janë i pizinaçarës, për amorales, grujës. Sepse nëse nuk jep dritë jeshile gruja, mu mledh dunjaja bura kur që zëmbër. Andaj zinaçari vjen mas, se kjo e ka qeludhën. Për këtë arsye vëzër, familja, baza, shtyllën e ka të gruja. Një gruja e fort, ti rritë 10 fëmijë. Apo? Ama një gruja e keqe, çka ban? Një mahall të asil. E një përmajnë shemë 100 veta shkojnë qëtore për një gruje. 100 veta, silëm o t'i po njave kjo. Nja, ku i kim mend. Apo, ama, qështona gruja nëse prishet në udhu billah. Inshallah Zoti i runë gratë tona, e vlatë tonë, familjet e muslimanëve. Shiko vëzër, ta nuk o kjo tema jonë. Do të vim e lejnë Allahu të barek e vëtala. Fezlidu kulle wahidin min huma mi'ata jalda. Allahu thot 100 kam gjikosje jep jani gjdo njërit për tëre. Kur është që nuk e meriton ndëshkimin me vdekje. Vini vëzë këti ajeti tani. Vini dhe këti ajeti. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillahi
in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad adhabahuma ta'ifatun min al mu'minin. Ajeti 2. Kjo ajet dhe zërë për cilë me vëmendje. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, zinaçarën edhe zinaçarin beqar duhet t'i kam gjikosni me nga 100 goditje. Këta nuk e ban njeri thjesht, këta duhet me ba gjikat kër ka gjikat islamu, jo njeri që i teket vetë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wala ta'khudhkum bihima ra'fa. Dhe mos t'ju kape emocioni dhinta. E thonë gjunabe, e miti, shpinë një kalli. 1, 2, 3, 10. A i kanë vun. Ta është dikush thotë, leve se gjuna. Shiko vëzër Allahu që ka thotë, wala ta'khudhkum bihima ra'fetun fi dinillah. Mos ju kap ra'fe qka dhe mshuri. Leve, hajt leve. Jo, Allah thotë, wala ta'khudhkum, mos ju kape. Mirë vëzër, qka tu thonë Allahu që qëto? Që plot njëse këtë që kuptojnë këta? Plot njëse këtë që kuptojnë? Thotë, mos ki emocionën fejën tane. Në regull. Hale shta që supozojnë atë qëto. Njanit, në udhu billah, e kanë zonë qikën e vetë. Edhe gjikata thotë, gjika jo të duhet me undëshkuë. Edhe kje është qikën e vetë. 1, 2. Qështë le zonë këtë këta jetë? Edhe mos gabo me të kapë dhimta. Njënë thotë, vallave, shpirti mu kalë. A qafir kja? Jo. Së qafir. Pse së qafir? Qështë dalohet vëzër emocioni natyrës me emocionin ku Allah dhëtë ka dalë që du vija? Qështë me dalohet? Njënë përshimë dhe ka në udhu vila babën pagan, e ka jo musliman, apo nanën. Edhe Allahu Gjellë dhëtë në surën të ube, kush do e përcil? Surën të ube dhëtë Allahu Gjellalu, walau kana abaukum, nëse janë edhe babalar të juve, s'ka me ju kap emocioni. Mirë, qështë me kuptu një e thotë, vallave une e dube nanë e kam. Një mesh, që mu sa muslimana ba, loqk nanë, apo? Loqk bab. A ka mundësi vëzër në fejt të na me ardhë, nuk na intereson neve pse e ki nana babs duesh me urrejt. Kur nuk vjen kështu. Kur hiq, shko vete alimin matë madhë në botë. Mos e vete shka zdi, që a i thot po ava e le edhe që s'ka nuk eksiston dhe zër. Hiq nuk eksiston. Mirë, po që kja jetë që ka po thot? Mos ju kape rahmeti e me e mirë dhe zër. Qishtë të dalojnë, njëni thot, që kështu prindi o, babe nan në udhu billah, qika vetë ka bozina beqare. Edhe gjikata vendos me e kam gjikos. Nëse thot ki kështu, vallave së në këshiri, në regull jemi. Shumë po mkat, në regull jemi. Apo, mudhim të shumë, në regull jemi. E ajeti që shkuptohet dhe zër, Allahu gjithë shfarë thot, emocioni dhe zër ka fillim edhe ka më mbarim. Edhe emocioni ka efekt. Nëse vini rekse dhe shumë më rëndësi, nëse njës të i kesh kuptojnë këta, apo e ka baba më përshimë të azojna nuk është stabil në fe, apo nuk o ju zumë sa duhet, apo thot të rej për i të Allahit. Ku ki pa më rëdi kështu hëti? Ku rejt baba për i të Allahit? A mund shme më njëri thot e u rej babën tem për i të Allahit. Mas pari të rejt, së mund shme u rejt. Ti të shprej një fjallë kështu kote kotë, por reali shpirti jotë, apo e dhem, apo e mirë vëzër, qka ndodhë? Pse vinë kësi si ajeti kur thot mos të t'kape mërzia, mos të t'kape mëshira, mos të t'kape dhe mshuria, edhe se i ki babë, edhe se i ki nanë, apo se që ki zinaqari dhe zinaqari a gjalli dikujna. E supozojmë babë, nani ka musliman vinë aty me shpa gjallin e vetë edhe qikën e vetë ose duke u kam gjikos edhe ju dhimësët. A ka drejt me thonë dikush për shembull zba më mërzit, s'ka mëshirë për këto? Jo. Pse? Sepse dhe mëshira dhe mëshuria janë të pashmangshme në raporte njërzore. Nuk shmangët ajo. Ose me thonë hek ma kryen, a hekët. Hema hek kryen a hekët, po unë s'qes më njeri. Apo, me thonë dikush për shembull, kena me takput gishtin për ilaç, a mos të dhime, mos kaj. Qa është ti thu, a i qiri aftirën, kiftirën e ka po të kaj. Buri malë 40 dhomi dhem, me nësi se lotët i dalin. Se? Njëni me thonë, për farë, buri be vëlla. O dhamë këputi, kjo s'mbade vëlla, kjo s'durohet. E mirë, pse vjen Kur'an mos kaj, mos të t'kape dhe mshuria? Zdo dhe mshuri, regull, zdo dhe mshuri dhe rahmet dhe emocion që e pengon zbatimin e ligjit, është duke thonë Allahu gjë mos të t'kape.
Nëse ti thu bolla të mu dhimt, ama ligja Allah në shkojnë ven, ha? A të dënën Allah? Jo, bile mund është më shpërbli. Pse? Se thu qatë shumë mu ka dhimt vajza, qatë shumë mu ka dhimt gjeljem, shumë shpirtin më ka kall, ama le zbatot ligja Allah. A e kupton vëzër dalimin? Pra, çdo emocion që nuk na pengon me zbatu ligjin e Zotit, ai emocion nuk ka problem. Çdo emocion, edhe ndjenjë shpirtërore që të pengon me zbatu ligjin e Allahit, që kjo është wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillah. Në fenë Allahit zban më kap mëshira edhe dëmshuria ku në zbatim e thon, unë s'muj me përballue, për shembull, këtina më ju zbatu çike ligj. Jo. Andaj, a ka njëri vëzër më dhëmshëm se Muhamedi alayhi salatu wassalam? A ka dikun dunja me thon dikush, valla e njëni njëri, hasha wa kella, veç supozim. Shumë më rahmet ka pasë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Jo, nuk ekziston ai njëri. Ma i dhimbshëm në botë është Muhamedi alayhi salam. Kështu Allahu ka thënë, Azizun alayhi ma anittum. Shumë i veneran për njerëzit, shumë i veneran për besimtarët. Megjithatë vëzër, kur kanë kërkuar për një gruaje, mos me zbatu ligjin e Allahu xhel xelalu mbi ta, pasi që është zonë me dëshmi se ka vjedh, çfarë ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam? Walladhi nafsi Muhammedin biyadi. Pasha ata i cili shpirtin tim e ka dorën e vet. Me vjedh Fatimia, unë ja pres dorën. Apo, me vjedh Fatimia, unë ja pres dorën. A o që ki Muhammed i njëti, cili kur ka dasht Aliju radiallahu an mu martu me një gruje tjetër, edhe Fatimës i ka arë shumë keq, edhe i ka thonë, ja Rasulullah, ky po do mu martue me grujen e dytë, edhe ka po që ka vetu ka mërzit. Ka po, edhe qëfar ka dalë, ka thonë, ajo shka e mërzit, që këntej me mërzit edhe mu, i njëti. Pa, tani vëzër, kur emocioni është mrena njërë, kjo është normale vëzër, është normale. Mirë, tash kemi shpesh herë për shembull ajete kur thot Allahu xhelel xhelalu, edhe nëse e ki babë dhe e ki nanë, s'ban ti me kanë me e dasht ata, apo duhet me urrejt ata. Çish kuptohet kjo vëzër? Kuptohet vetëm pjesa sheriatike. Për shembull ta zonë një njeri e ka babën pagan, i lutet putit, kjo musliman. Edhe është ti musliman e zonë ajetin, edhe nëse janë baballarët e tu, e dana jo, s'dash ti duhet të ove nanë, çka? O putin urreja, qatë put, qatë shirkin që ka e ban, ty për ndryshë në hanë e kje, qafe, do e respektone. Këto gjëra vëzër, mos t'i ngatrojmë, sepse ka mundësi njeri me kryue një loj për shtypje për Kur'anin, një loj vampiri, që, shka këtu? Jo, ka. Emocionet janë normale. Muhamedi a.s. me ka dasht e Bu Talibin, që ka pas? Që ka kajt për ta? Ka kajt, shumë ka kajt. Mas i ka vdek, prap ka kajt. E njërë me thonë, po qyshbe ti mërzit është për mushrik? Migje kam, migje kam. A kupton? Migje kam. Mirë po, a ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a dish kam masi e kam migje, a ndrojnë në një ligj ta bojna muslimani? Jo, ligji ndrohet. Ligji nuk ndrohet. A kuptohet tani vëzër dallimin? Andaj, në sjelljet me njerëzi, dush musil mbast emocionet ti çka e kin raport me ta. Kjo nuk i bie se ti në këtë rast, apo emocionin e merr për argument, merr me ndru ligjin, jo. Nuk e ndron të ligjin. Ka mundësi për shembull njëri në udhë bilaf des pa namaz, te ki familjar, dhimbët shumë. Dhimbët, shumë dhimbët. Edhe në fund thua, për shkak të kësaj dhimbte, a ka mundësi me ndru në ligj? Jo, kaj sa dush. Ani kaj, çortojmë se kanë, është normal pse kanë, o dush me kaj. Ama, a ndron ligji? Jo, s'ndron ligji. Nga sa Allahu subhanahu wa taala nuk punon me emocione. Allah nuk kanë, nuk qanë, nuk mërzitet. Subhanahu wa taala, Allahu xhelal është i përsosur në cilësitë e tina. Ata vëzër, kjo është temë vetveti, të cilën mirë po e sjellëm këtu për çfarë vëzër? Për ta kuptuar një sen, se emocionet edhe gjendja shpirtërore, mërzia, gëzimi, çfarë do kohë për gjendjeve shpirtërore janë të natyrshme tek njeriu. Kur bëhen të rrezikshme vëzër? Kur bëhen të rrezikshme? Kur ndryshojnë nga shtrati kajtuec. Për shembull ti thu, shumë e duçta, një familjar, apo ose kështu, ta kuptojmë edhe më atë. Nëse njëri ka prindin pagan, thot shumë e du babën, edhe shumë e du nanën, ato janë pagan. Edhe ato thonë, a na do neve? Po. Ajtë një ditë për neve, për atër tonë, që na do shumë, api besesh dhe një ditë putit? Jo. Që kjo është ajo, mës të kape emocionin fe. Ti falu namazin që ka zbip Allahu, agjeru që të kalip Allahu gjellu ala, besoj Allahu që të kalip Allahu gjellu. E tash njëri thot, e me thonë nana për shemull,
hajt për hir të Zotit. Po folmi për nan pagane, jo më për amenu ju nanat e juve që keni muslimane, hasha wa kella. Po një nan qafirk e ka një gjallë musliman. Edhe ajo për shembull thot, a pi besesh dhe putit tem një ditë, hajt për atër të nanës, mos ma prish, jo. Apo, mirë, më njerë mas të juri thot, qublema do buk. Jo, ka. Kjo ke veç, quble e bukën, obligim e kje. Shko që ty bëma që ta. Keti ki obligim. Qka se ki obligim? Kur të preket, korniza fetare. Vetëm kornizën fetare. Anën tjetër, e sa ju ndodhë dhe zërë muslimanve, thot si blej buk për irë të Allahu gjelle gjelalu. O insan, së të ka thonë me bo shqirk, buk mi blej. A kupton, buk mi bleje. Kur thoje buk mi blej, qa ka të kjo të mojë me fejer? Së ka thonë me bo shqirk, së ka thonë me bo kufur, së ka thonë me bo gjuna. Po të ka thonë atë qka Allahu gjela ka thonë me e zbatu ndaj asajra. Për këtë asyjo vëzër, duhet besimtarë, kjo kaptin shumë e gjanë, po shumë për njës dhe ngatrojnë këta. Edhe me ndonë se emocionet shka i ko, edhe ka një herë ndodh, i lufton emocionet e veta. Thot, e kam një familjar, dy që ka një herë ma do zemra, ama i nuk ka musliman. Po ani marë pësista do zemra, që ko lidhe? Që ko lidhe si ta do zemra? Muhammed e sa me ka dasht e bu talibin. E ka dasht si miq, jo si mushrik. Se ka konsiderat. E nda një sen kënena, e nda një sen edhe kënena. Varsish ka, nga cilë anë e nda. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa ta'ala thot, in yamsaskum qarhun faqad massa القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse ju ka prek juve plaga. Shiko, i kam suni para kësajnë, ka thonë, këto janë ligjet Zotit. Ska mundësi mës me ju rok edhe juve ligjet e Zotit të bareke wa ta'ala. Nëse ju prek plaga, qarh është plaga, plagosja. Faqad massa al-qawma qarhun. Edhe ata, al-qawm, al-mushrikin, paganat, edhe ata njëta, mithluhu, edhe ata janë lodh. A i vrajtet ju 70 në Bedër, a i zunë 70 Bedër rob, po, a i raskapitët, a i shkërmoqët, a i tronditët, a i rënut, po edhe juve të që ka ndodhë, po normala, juve ju ka ka pështash plaga, po edhe ata i kishte ka plaga, po edhe ata janë lodh. A dhe shikoj i balanson Allahu subhanahu wa ta'ala besimtarët me qfar? Me ligjet, janë ligjet. S'ka mundësi mës me i rok të gjithë njerëzit. Wa tilkel ejjem, Allahu gjithë thotë, këto janë ditët. Këto janë ditët nudawiluha bejnë nës. Nudawiluha i shëtisin në me të njerëzve. Qka është nudawiluha dhe zër? Her ja japim dikujt, her ju fitut në Bedër, e ata humbën, e në hud ju humbët, ata fitut. Pse? Se këto janë ditët, nuk jemi në akhirat, jemi në dunja. Dhe këto ligjeve duhet kuptohen mirë, që ta kuptojna se nuk jemi në akhirat. Me pas fitu veç Muhammed a.s. dhe musliman në çdo betej, këtë qafirat ishin bo kana, po se këshmi ditë cële janë sinqerte cëli sa. Apo, e mirë dikush thot, me qka me ngushlu be hoq vetën, ku fmi vrasin, e pleq vrasin, e qka zvrasin, këtë regu. Me qka me ngushlu vetën? Ku musliman sot janë të dopt, asë një fuqi se kanë, janë shpërndam. Qoftë shtetet arabe, qoftë muslimanët, 2 miliard musliman, mirë po, në realitet, një trup që nuk ekziston, nuk punon. Nëse i morën vëzër një, menoj e kështu, nëse i morën një struktur të njerit, një trup njerit, ja dojmë gishtat copa, edhe i lojmë me një ven, edhe gishtat e dorës tjetër ja dojmë copa me një ven, edhe kamt, edhe gishtat e kamës copa me një ven, ja marrë mi vesht, flok, kret, ja dojmë copa, organe këtë copa, edhe mi thonë për shemë, që këto janë këtë bashkë. Qëka thot dikush? Jo, bashkë tos janë. Qysh besëm? Po, gishti, këti janë gishti, njëti gishtë, pa, ma këto së funksionojnë, dhe zër. Kjo sa për ilustrim, dhe zër. Dikush thot, elhamdulillah, 2 miliard musliman jena, po së funksionojnë ato, a e kupton ti? A e kupton, sigur kërë e gishtin bidorët. Edhe mi thonë, që, hajde, banë dishka, po që të bajë, dhe më kanë hekë për sistemi, më kanë hekë, më së funksionoj. Andaj ka thonë a.s. Juve kanë mi umujt njerëzit, a jeni shumë. Ka thonë sahabu qyshja Rasulullah shumë e me na mujt. Ka thonë po ju para kiametit kënë më konë shkum, si shkume e detit. Kur të i banë shkum të ski fuqi. Shiko dhe zër, 2 miliard njerëz për kaci islame, s'kanë mundësi me imbrojt do fëmi musliman, se s'ki takat. Apo, nëse e qeni dorë coptume, qëtu,
edhe ti për shembull ke pasi problem. Është një dorë që ti nuk dhe i thu, pse besoj më erdhë me mnimue. Çfarë thotë dëni njëri më çë? Do thotë se ka kjo e cuptuar kjo. Skelet, shkot. Andaj vëzër, Allahu xhelal çfarë thot? Tilkel ayyam. Ti to janë ditë, ka dunjaja janë ditë. Muhamedi alayhis salam har ka fitu luftë, har ka humb, edhe ka vdek. Në fund alayhis salam. E sot dikush thot, me çka më ngushëllu veten? E ngushëllojmë veten. Edhe sot ka për të ngushëllu veten. Edhe pse jemi çka dopt. Edhe pse jemi kaq të raskapit, që s'ki kur far fuqie. Pos imagjinare. Imagjinare me çelë tjetër. Fuqi. E vetmja fuqi që ka mbetë muslimanët, cila prania e Kur'anit pastër, një. Kjo është problem vetveti për ata që duhet me luftu fejen, se Kur'ani s'kan shka mbi bë. 2. Morali muslimanëve që shkon ngritje, që njerëz fillojnë me dash fejen e vet, me sakrifiku për fejen e vet, me e ndjej fejen e vet, me gjallnu me fejen e vet, edhe kjo problem vetveti për ata. Rinia e muslimanëve cila fillon me e dash dhe me njoh fejen e vet, edhe kjo problem vetveti për ata. Mirë po, këto janë mesele tjera. Çka na kish dhënë një diçka në bazë të ajetit, një lloj shpresë. Tilkel ayyam. Këto janë ditët. Po na 14 shekuj e kena pas botën. A e kupton? Ju thot, na kanë gjithë këtë fuqi e kanë, po, ama 1400 vjet e ke pas dunjën. A e kupton ti këtë? 1400 vjet ti konsultani. Ti të kanë vetë krejt. S'ka guxu kurkush me bë kur gjao pa urdhën e sultanit, pa urdhën e xulefave dhe prizve të muslimanëve. Këtë kjo nuk ka kon ditë. Sa kon 10 ditë, sa kon 10 vjet. 1400 vjet e ke pas. Andaj thot Allahu tilkel ayyam ka dalë po thash. Sprovo, e ke pas, kena më ndrua. Për këtë arsye vëllazër, ka qenë njëri prej prizve të muslimanëve, i cili ka afruar një hoxha dhe i ka thënë, "Ma jepni këshill, ama mos lek ato. Mos u miklo, thuje drejt." Ka thënë, "E do drejt?" Po, ka thonë veç edhe e du shkurt. As miklim, as me e zgat. Ka thonë po. Ka rikën dhe atë postin ku je ulti, o ka një paratije. Ha? Edhe ka shkua. E ju ka thonë atë në tjera, a murët vesh ka thonë? Jo se murët vesh. Qështë se murët vesh? A ngutësh ka thonë? Që tu ku jam u ullë të une, tha. Mbretit i ka thonë. Ku je ullë ti, o ka një paratije. Për me ardhë ti, ato është me shkua aj. Për me ardhë aj tjetëri, pa tjetër të shbeshku ti. Tilkel ayyam, këto janë ditët. Du të me pranu këta, pim bazë. Andaj Allahu xhelel xhavazar, i mëson musliman, tilkel ayyam ka dale. Ju mbetër fitut, po tash normal. Keni me hupnja, të janë sunen, të janë ligje. Ama vjen të tra e fitoni, a i nërja e hupni. Andaj Hirakli, kër e ka pyte Ebu Sufjanin, në takimin që ka e ka pas, qëfar i ka thonë? Ka thonë, hajtë kalzom ti mu, por që atë qka po thotë që jam pejgamber. Qëfar cilësi e ka? Prej grumvit, me lexojnë Sahih Buhari, debatin e gjatë. Edhe më voni ka thonë, me luft me ta, qësh ja bani? Luft me ta, qësh ja bani? Ka thonë, shiko, ka thonë, nusibu minhu, wa yusibu minna. Her në godet, her e godasim. Her fitonaj, her fitojnë na. Që i ka thonë Herakli? Që kjo cilësi e pejgamberëve. Se Zoti sprovon, her fitore, her e ban me hub. Wa takunu lahumul aqiba. Vona ta fitojnë. Në fund ata fitojnë. Mi vetë sot njerëzit që ka pas emnin e plot, armiku numër 1 i pejgamberit alayhis salam. A ja din emnin? A din emnin dikush? Numër 1 armiku i Muhamedit alayhis salam. Që ka pas emnin? Musliman se dini. Po mi vetë çkiet, mi vetë qafirat, mi vetë ato që s'janë fe hiç. Jo, thot Muhamedin e di, e kam ni Muhamed profeti muslimanëve. Apo, ama armiku numër 1 i tij, çka ka emnin? Apo Ebu Gjehel. Emnin që ka, se Ebu Gjehel se ka emnin, apo Ebu e ka me nofka. Emnin se ka, nuk e din musliman nuk e din, apo e mirë vezra Allah edhe emnin ja ka u fillon, ja ka u komplet. Kur kush se di as emnin që ka, apo e mirë vezër. Andaj, çka ka ndodhur me tilkel ayyam? Allah të janë ditë, ju fitoni herë ato. Fundin kush e ka? Fundin kush e ka fituar vezër? A ka fituar Ebu Gjehli, Amr ibn Hishami? E ka emrin Amr ibn Hisham. A ka fitu Muhammed alayhis salam? Ka fitu Muhammed alayhis salam. Për këtë arsye ne do ta shohim, se koha ka mbaruar, sabri është harxuar. Do vazhdojmë me lenin Allahu te bareke ve teala. Kjo edhe është gjithashtu prej suneneve, prej tani kemi shpjegim të fjalës Allahu subhanahu wa taala, qad khalat min qablikum sunan. Kjo sunan norma
ligjet pa ndryshueshme, tani do ta tregon Allahu te bareke ve teala se herë mërzitesh, e herë fiton, e herë humb. Kjo është natyra e kësaj jete, kjo është natyra e kësaj bote. Ka me vdek dikush, ki me vazhduar jetën, ka mundësi edhe ti vdes, vazhdon jeta, dielli nuk ndalet deri në atë ditë që Allahu subhanahu wa taala i jep fund kësaj dunjaje. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu gjatë na mundson me jetu me Kur'an, të mësojmë nga Kur'ani, të ndriçohemi me Kur'an. Na mundson Allahu te bareke ve teala që të gjitha frimat tona të mbushen me udhëzim. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelal ti udhëzon zemrat tona, ti përmirëson zemrat tona. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që ta duam këtë libër të madh, ta vlerësojmë këtë libër të madh, ta zbatojmë atë në jetën tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu muslimanët kudo që Allahu t'i ndihmon, fuqarat, skamnor, nevojtar, bonjak, jetima, të veja, të gjithë Allahu te bareke ve taala që nga rahmeti vet, edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.